në 2029 pensioni mesatar dhe minimal? Atëherë, këtu dalim sërish tek premtimet para 11 majit të programit qeverisës, ku pensioni minimal nga 100 euro aktualisht bëhet 200 euro, pra kemi një rritje me 100%, dhe pensioni mesatar 200 euro dhe 400 euro. Për ta shpjeguar pak, sepse diskutuam disa kategori pensionesh, por janë disa kategori përfituesish. Kemi pensionet e pleqërisë, ku aty kemi pjesën ndërmuese të të moshuarve, cilët jetojnë në fshat dhe në qytet, cilët do të marrin një rritje, por kemi edhe pensionistë cilët marrin pension minimal, dhe për fatin e keq në vitin 2024, 2023, 2025, numri më i madh i atyre që dalin në pension, fatkeqësisht gëzojnë pensionin minimal. Vetëm 15 vite punë arrin të plotësojnë për shkak të informalitetit, për shkak se kanë qenë emigrant në Itali, aty u njoh pensionet, por ata kanë punuar në Zez, kanë punuar në bujqësi, kanë qenë emigrant në Greqi, një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve, aty nuk është e mundur njohja e pensioneve, kështu që një numër i konsiderueshëm i pensionistëve ne kemi me pension minimal rreth 100 euro aktualisht, 98.324 lekë me kursin aktual të këmbimit, dhe do të bëhet